Vëllezër të nderuar xhamatlit të pranishëm. Muhamedi alayhi salatu wassalam në hijretin e parë që e bëri në Medinën e tij, në skajet e Medinës apo arriti, në atë vend ndërtoi një xhami e cila më pas u quajt xhamia e Kubas. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawm, xhamia e parë në Islam që është ndërtuar. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam sa po hiri në zemrën e Medinës, në zemrën e qytetit, në mesin e saj e ndajti një pjesë të tokës dhe ndërtoi xhamin e tij, xhamin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, ku dhe ai vet ishte prezent në ndërtimin e xhamisë, ku ndihmonte sahabët dhe i ndihmonte shokët e tij për ta ndërtuar shtëpinë e Allahut azza wa jall. Po vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala tha: "Wa anna al-masajida lillah." Xhamiat janë të Allahut azza wa jall, vendet më të shenjta që i ka privilegjuar Allahu azza wa jall janë xhamit e Allahut azza wa jall. Ati ku përmendet Allahu subhanahu wa taala, fi buyutin adhina Allahu an turfa ismuhu wa yudhkaru fiha ismuhu يسبح له بالغدو والآصال فيه رجال يحبون فيه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالله عز وجل në shtëpiat e Allahut, Allahu lejoj që të përmendet emri i tij, të madhërohet Allahu azza wa jall në mbrëmje dhe në mëngjes. Ati ka bura, ata bura nuk i ndal shitblerja e as tregtia e largët për ta përmendur Allahun azza wa jall, për ta fal namazin, për ta dhënë zeqatin, dhe ata i frigohen ditës kur do të rrotullohen zemrat dhe do të rrotullohen syt, atë ditë kur do të shtangen në ditën e Kiametit. Në këta ajet Allahu azza wa jall na tregon për shenjtrinë e madhe dhe tregon se ata njerëz që e mirëmbajnë xhamin, ata njerëz që e falin namazin, ata njerëz që japin zeqatin, ata njerëz që kur vjen koha e namazit, ata e braktisin shitblerjen, ata edhe nëse janë në tregti të largëta, ata e specifikojnë kohën e tyre, e ndajnë që ta madhrojnë Allahun azza wa jall. Dhe Allahu subhanahu wa taala në ajet thot: "Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin." Fa Allahu azza wa jall, ata që i ndërtojnë xhamit e Allahut dhe ata që i mirëmbajnë xhamit e Allahut dhe ata që përkujdesen për xhamit e Allahut, dëshmoj Allahu azza wa jall se ata më të vërtet e besojnë Allahun azza wa jall, ata e besojnë ditën e ahiretit. E kush janë ata njerëz, ata që ndërtojnë xhami, ata që kujdesen, e kujdesi i xhamisë nuk është vetëm se ndërtimi i saj, por është mirëmbajtja e xhamisë, e mirëmbajtja e xhamisë e ka pastërtin e saj, kujdesi i saj, dhe ata e falin namazin. Pra, njeriu që e shenjtron simbolin e Allahut, njeriu që e shenjtron shtëpitë e Allahut, njerëz që kujdesen për xhamit e Allahut, janë ata njerëz që kujdesen për namazin e tyre, që ata e falin në xhami, e hapin zeqatin, dhe thot Allahu azza wa jall, ata janë bura, nuk i frigohen askujt përpos Allahut. Fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Tha këta, tha Allahu azza wa jall, janë të udhëzuarit. Pra njerëz të udhëzuar janë ata që i ka veçuar Allahu azza wa jall, që vinë në xhamin e Allahut subhanahu wa taala, që e shenjtrojnë xhamin e Allahut, që e përmendin Allahun, që zemrat e tyre qetësohen në të. Ata zemra pastaj që lidhen për xhami janë ata zemra dhe ata njerëz që do të strehohen në ditën e Kiametit, që nuk ka hije tjetër përpos hijes së Allahut nën arshin e Allahut. Po vëllezër të nderuar, xhamia
është një vend shumë i shenjtë i Allahut subhanahu wa taala. Për atë tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, mesjidun, tha xhamia është bejtun li kulli taqi, është shtëpia e çdo njeriu të devotshëm. Dhe ai që e madhëron Allahun azza wa jall dhe e shëntron xhamien dhe i shëntron simbolet, e një ndër simbolet më të mëdha të fesë islame janë xhamit e Allahut. Janë xhamit e Allahut. Min sha'airillah fa innaha min taqwa al-qulub wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Fa Allahu azza wa jall ai që i ngrit dhe i shëntron simbolet e Allahut, ajo është nga cilësitë e zemrës të devotshme. Po vëllezër të nderuar, kjo xhami ka shumë vlerë të madhe. Derisa ta Muhamedi alayhi salatu wasalam, ahabbul biqa'i ila Allahi al-masajid, vendet më të dashura të Allahut azza wa jall janë xhamit e Allahut subhanahu wa taala. E në këto xhami vëllezër të nderuar ka rregulla, ka etik, ka sjellje, ka edukat për në xhami. Prej edukatës në xhami është që njeriu të jetë i pastër në rrobat e tij, të jetë i pastër në trupin e tij dhe të jetë i pastër në gjuhën e tij. Po, sepse tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, men akala thuman aw basalan falam yaqraba musallana. Kush han kep dhe han udra, mos ti afrohet xhamisë ton, fa innal malaikatu tata'adha mimma tata'adha banu Adam, sepse melek shqetësohen nga ato erna që shqetësohen dhe bijtë e Ademit. Pra njeriu duhet që kur të vjen në xhami të vjen me erë të pastër, me aromë të këndshëm. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i porositi besimtarët që në ditën e xumës dhe të marrin gustull të lanë dhe të parfimosen. Pse vëllezër të nderuar, se edukat në shtëpinë e Allahut. E ai që e bën niyet me këtë edukat, që të pastrohet dhe të vesh rroba të mira, qofshin ato të reja, qofshin që nuk janë të reja, mirë po janë të pastërta. Ja bani Adem, khudhu zinatakum inda kulli masjid. O ju bitë Ademit, merrni stoli teshat e bukura për të ardhur, për të falendruar Allahun azza wa jall, për të madhruar, për të fal namazin në xhami. E thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush del nga shtëpia i tij pastër me etikën e pastërtisë, thot çdo hap që e bën i fshihet nga një gjuna, i shtohet nga një sebab dhe ngritet një gradë lart tek Allahu azza wa jall. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, hal adullukum ala ma yamhu Allahu bil khataya wa yarfa'u bil darajat. Tha t'ju tregoj diçka, nëse ju e bëni, kam për t'ju fal gjunahet, për t'ju shtu juve sebapët dhe për t'ju ngrit juve në gradat larta të xhenetit. Tha isbagul wudu, tha me marr abdes mirë. Pastaj tha kathratul khuta ila al masajid, hapat e shumta që i ban xhami, çdo hap shtohet nga një sevap, çdo hap fshihen nga një gjuna, çdo hap ngritet nga një gradë e lartë e xhenetit. Po ashtu është pastërtia e xhamisë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam atë shumë i dha vlerë pastërtisë të xhamisë dhe atë shumë u kujdeske për xhamin dhe atë shumë i vlerësonte ata njerëz që kujdesen për pastërtinë e xhamisë, saqë ishte një plak zezake e cila e pastronte xhamin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe në një ditë nga ditët në mbrëmje ajo ndroi jetë dhe e kishin vurosur dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk e dinte këtë dhe pyeti, tha ku është ajo plaka? Tha i dërguari i Allahut ka ndruar jetë. Tha pse s'm keni lajmëruar? Pse s'm keni treguar? Tha i dërguari i Allahut, ishte natë dhe nuk dashtëm që të shqetësojmë ty të tregojmë për këtë rastin. Tha dullunu ala qabriha, tha më orientoni tek varri i saj. Shkoj ja fali namazin e xhenazës tek varri i saj dhe bëri lutje para atë grua të cilën ndoshta shumë njerëz nuk e kishin vërejtur atë interesin e madh dhe vlerën e madhe
që ka pastërtia e xhamisë, ku pejgamberi alayhis salatu wassalam ndajti kohë dhe moment që të shkon t'ja fal namazin dhe të bën lutje dhe dua për ata. Vëllezër të nderuar, pastërtia e xhamisë është shumë me rëndësi të madhe. Dhe njëra nga ta, vëllezër të nderuar, që ndoshta duhet t'i vendojmë kujdes, është si ne sillemi në xhami. Shpeshherë sjellja jonë në xhami bëhet shkak për t'i larguar njerëzit xhamatli dhe besimtar prej xhamisë. Duhet të jemi të kujdesshëm, sepse çdo sjellje e keqe për neve do të ndikon shumë keq në peshorën e veprave dhe do të bëhemi sebeb për t'i devijuar njerëzit. Për ata sahabët, shokët e Muhamedit alayhis salatu wassalam, aq ishin të butë, aq ishin të sjellshëm, aq ishin të buzëqeshëm, saqë njeriu kur hinte në shtëpinë e Allahut u bënte njeriu si me qenë mbreti në shtëpinë e tij, derisa një ditë prej ditëve e zun në rrop në luftë, i cili u quante Thumama ibn Asal, ai i cili ishte mushrik. Mirë po sahabët kur e sellën tek pejgamberi alayhis salatu wassalam, dashti ti tregon këtij mushrikut se besimtar dhe sjellja e tij dhe morali i tij do të ndikon te ai i cili nuk është musliman, e jo te ai i cili është musliman. I tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, lidheni këtë robin në një shtyllë nga shtyllat e xhamisë dhe jepni me hangër me pi dhe kujdesoni për ta. Dhe kur i pa ai se besimtarët se si përshëndeten mesin e tyre, si ata janë të buzëqeshur, si ata janë të dashur, si zemrat e tyre janë të buta, shpirtat e tyre janë të qetë në shtëpinë e Allahut, sjellja dhe morali i tyre, pasi që erdhi tek pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe i tha, o i dërguari i Allahut, më liro, do t'jap nga pasuria çka të dush. Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, je i lirë dhe nuk ka kompenzim prej teje asgjë. Pasi që doli nga xhamia, thot shikova pusin më të afërt, shkova mora abdes dhe erdha tek pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe tha shahadetin dhe pranova islamin. Dhe kur e pyeti pejgamberi alayhis salatu wassalam, çka ishte ajo që të shtyri ti që ta pranosh islamin, tha sjellja e muslimanëve në xhami. Tha wallahi, tha, aq më zhbëhet dashur feja islame. Dhe ka qenë feja më e urrëtur, mirë po është bë feja më e dashur tek unë. Ti ke qenë njeriu më i urrëtur, tash nuk ka njeri më të dashur se fytyra jote, dhe dije se tash imani im dhe bindja ime kur kam pa për ta musliman, kjo më shtyri që unë ta pranoj fejen dhe ta pranoj islamin. Dhe tjetra, një vërejtje tek fëmijët që kujdestarët e tyre, tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Çdo njeri është kujdestar dhe çdo kujdestar do të përgjigjet për kopën e vet, për fëmijët e vet. Është mirë që besimtari ti merr fëmijët në xhaminë e tij, që ti merr në xhami dhe ti mëson. Mirë po mos t'i le ata pa kujdestari. Jo të lozin në xhami, të bëjnë fush futbollin në xhami. Dhe jo të luajnë me të spina për xhami, dhe të prekin mikrofona dhe karike dhe ta çrregullojnë xhamin, sepse kjo është shtëpia e Allahut dhe kjo është shëntria e madhe, dhe këtu në këtë xhami lexohet Kur'an. Në këtë xhami bëhet dhikr, në xhami bëhet lutje dua, në xhami mësohet feja e Allahut, në xhami mësohet edukata dhe nuk mësohen sjelljet e këqija. Për ata duhet çdo njeri nga ne. E kemi obligim që ti kujdesemi për fëmijët e tonë, ti edukojmë fëmijët e tonë, nëse i marrim ata në xhami, ti kemi nën kujdesin tonë dhe në shtëpitë tona para se të vim në xhami, t'ja mësojmë atyre vlerën e xhamisë, t'ja mësojmë atyre shenjtrinë e xhamisë, t'ja mësojmë atyre edukatën e xhamisë, dhe kështu do të mbjellim një iman dhe një bindje dhe një dashuri për shtëpinë e Allahut, që ata kur të vinë në xhami të kenë kujdes me shtëpinë e Allahut azza wa jall. Dhe një nga dekurit e cila shohim në për xhamiat është pengesa e besimtarëve kur ata falen xhami. I lojnë kerat në për rrugë, e i zojnë rrugët, e ndoshta ka mundësi ndonjë njeri, ndonjë person ka nevojë për të shkuar në spital apo për një emergjencë, diçka që ka nevojë me shpejtësi, ata bllokojnë rrugën dhe derisa të kryhet namazi ata janë pengesë. E para gjë e cila besimtari para se të vjen në xhami është që të kujdeset që mos ta pengon rrugën, sepse pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, imani është 70 e disa dek.
ose në transmetim 60 e disa dek, ma e larta është la ilaha illallah, dhe ma e ulta ndërta është që ta heqësh një pengesë nga rruga. E çfarë imani dhe besimi ka njeri që e pengon rrugën dhe i pengon musliman dhe i pengon besimtar dhe i pengon njerëzit në lëvizje. Të kemi kujdes me kerat tona, po ashtu të kemi kujdes me bërllokun. Shpesh herë bëhet shkak që në për xhamiat e udhëheqen bërlloka apo në për shtëpitë e veta dhe të lihen në obor të xhamisë. Dhe kjo është nga veprat shumë të neveritshme që një nuk i takon një besimtarit. Sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salatu wasalam u kujdeshin dhe kjo ishte traditë e pleshme me herët i kumri, nëse shifte një pejë, shifte një kime, shifte diçka e mirë të shtike në xhepin e tij për ta nxjerrë nga xhamia, dhe jo për të shtinë diçka në xhami dhe për ta nënvlerësu të thot xhamin Allahu azza wa jall. Janë disa rregulla që ndoshta neve na vjen keq, mirë po janë rregulla që do t'i kemi parasysh çdo besimtar duke e këshilluar së pari vetën tonë, pastaj duke i këshillu xhamatin, duke i këshillu fëmijët dhe duke i këshillu muhallën dhe të gjithë besimtarët. E lutim Allahun azza wa jall që Allahu subhanahu wa taala na jep dashuri për hir të Allahut, na bashkon zemrat tona, na i bashkon imanin ton, besimin në Allahun azza wa jall, ti shenjtrojnë xhamit e Allahut, ti shenjtrojnë vendet e Allahut ku Allahu azza wa jall është i kënaqur. E lutim Allahun azza wa jall që të na udhëzon, na drejton në rrugën e drejtë, na përmeson sjelljen, na përmeson akhlakun, na bën besimtar të devotshëm, besimtar të dejshëm. Allahumma